Kosova po përballet me një valë përmbytjesh si pasojë e rreshjeve intensive të ditëve të fundit, bëri të ditur Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ku pjesa perëndimore është më e goditura. Rreshtet e pandërprera të shiut gjatë disa ditëve në vende si Gjakova, Joniku, Deçani, Malisheva, Rahoveci dhe Klina kanë bërë që lumejt dhe përrejnë të dalin nga shtretërit e tyre, janë këto pamjet me dron që ofron agjencia e lajmeve Reuters. Rreshtet me intervale dhe intensitet të ndryshëm pritet të vazhdojnë dhe gjatë ditëve në vijim, duke mundësuar paraqitjen e përmbytjeve lokale, probleme në komunikacion, në sistemet e kanalizimit, si dhe vështirësi në trafik, thuhet në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Sipas këtij instituti, lumejt kryesor të vendit si Ibri, Sitnica, Lepenci, Morava dhe Binqa kanë rritje të nivelit të ujit. Një banor i Glokovcit u shpreh se situata nga përmbytjet është alarmante. Gjendja alarmante. Ujtë e ka rrugë deri në 2 metra mbrana në shpellën. Përmbytjet në disa rrugë kanë bërë që edhe kompania për shpërndarjen e energjisë elektrike KEDS të ndërpres energjinë në Drenas, Malishev dhe Rahovec. Në Drenas, KEDS tha se uji ka depërtuar në 9 stacion, duke paraqitur rrezik serioz për funksionimin e sigurt të rrjetit elektrik. Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, komuna ka apeluar për kujdes, duke shtuar se për shkak të përmbytjeve mund të ketë probleme në qarkullimin rrugor, me kanalizimet dhe rrëshqitjet e dheut.